Bile Kur'ani si që përshkruan, subhanallahu, është interesant. Thotë shko te faraoni dhe thirre dhe ftoje që të besoj. Allahu Dhu Xhelal i thot Musa, o Zot, unë kam bën një punë, më herët kam byt njëri, nuk e let qet ajo vepra që kishte bën më herët. Domethënë e kujton më një herë se ka vrarë njëri, nuk është let. Shko te faraoni bashkë me Harunin alayhis salam dhe folni atij fjalë të ëmbla, fjalë të mira, fjalë të buta. Kujt faraonit tiranit. A është ai që ka shpall vetin Zot, ka shpall vetin Zot? Vet, domethënë me fjalët e tij ka deklaruar se thot banorëve të vet, banorëve të Egjiptit, thot unë jam Zoti juaj më i madh, më i lartë. Domethënë këtij Allahu Dhu Xhelal i drejtohet në kësaj forme që thirrja ndaj tij të butë, subhanallahu. Musa i them këtë moment kur i merr këto urdhnat e Zotit, e para shihte se problemi i parë që mund të shfaqej Musait ishte problemi i vrasjes, që kishte bërë. E dyta, parashitet që mund të ndodhë problemi që nuk ishte shumë i aftë në shprehje, për shkak problemit që kishte në gjuhë. Ato që e përmendën më herët në emisionin e kaluar, përmendën se kur ishte foshni kishte marrë gacën ta. Ai ka shkaktuar problem që mund me folë rreth që nuk ishte orator. Atëherë kërkon Allahu Dhu Xhelal që Allahu ta bën pejgamber edhe vllahun e tij, Harunin. Thot, o Zot, ai është më orator se unë, më gojtar se unë. I paraprind subhanallahu, Allahu Dhu Xhelal kësaj thirrje dhe këtë kërkese me përgjigje. Musa kur del prej luginës tuaj, shkon në Egjipt, hyn në Egjipt të takohet me Harunin alayhis salam. Me mall që t'ja bëj lajmin, domethënë si përgëzim vllaut, po i kishte paraprit Xhibrili para tij. I kishte dhënë lajmin se është pejgamberi i Zotit.